Përshëndetje fëmijë, sot mendova t'ju lexoj një përradhë nga libri Andersenit. Përradha e cila kam vendosur t'ju lexoj titullohet Shitësja e shkrepseve. Ishte mbrëmja e vitit të ri dhe të gjithë po nxitonin nëpër rrugë, duke mbajtur në krah pako me nuga dhe me karamele. Ishte një natë e ftohtë të dimri dhe Debora binte me bollok. Të gjithë ecnin të lumtur, duke menduar se si do të festonin në shtëpi. Të gjithë, përveç një vogëlusheje të varfër që po shiste shkrepse. Për fat të keq, ajo ishte zbathur sepse kishte humbur pantoflat e vjetra të së ëmës, ndërsa vraponte për t'i shpëtuar përplasjes nga karrocat. Fiollat e Deborës që binin mbi flokët e artë ja kishin spërdredhur ato me hieshi rreth fytyrës. Brenda përparëses së saj të grisur mbante disa kuti shkrepësesh, të cilat u ofronte kalimtarve, por ato nuk i kushtonin vëmendje. Atëherë, ajo vendosi të ecte pa ndonjë drejtim të caktuar, duke kundruar me kërshëri vitrina tërheqëse plot ushqime të shijshme. Nga që eci shumë, u ndje tepër e lodhur, prandaj u ul në qoshkun e ngrohtë të rrugës. Nuk mund të kthehej në shtëpi, sepse nuk kishte shitur asnjë kuti shkrepse. Kishte frikë se jati do të arrihte. Veç kësaj, në shtëpi nuk ishte asgjë për të ngrënë. Për më tepër, në shtëpi do të kishte po aq ftohtë sa jashtë, pasi era frynte në të gjitha të çarat. Vogëlushes po i ngrinin duart nga të ftohtët. Ndaj mendoi se po të ndiste një shkrepse, do të ndjente ndo pak ngrohtësi. Kështu nxorri një shkrepse dhe e fërkoi në gur. Kërc, koka e shkrepses u ndez dhe drita e shëndritshme ndryshoi krejtësisht pamjen e mjerueshme të qoshkut në të cilin ishte strehuar vajza e mirë. Vogëlushja përfytyroi sikur ishte ulur pranë një sobe të madhe me qymyr. Sa mirë që ndihej nga ngrohtësia. Ngrohtësia shpërndai përreth vogëlushes dhe i rigjallëronte gjymtyrët e mpirë nga të ftohtët. Por flaka e shkrepses u shua dhe imagjinata mori fund. Vogëlushja nxorri një tjetër shkrepse dhe e fërkoi në gur. Kërc, dhe drita këtë herë ishte aq e shëndritshme sa që muri i shtëpisë u bë i të dukshëm dhe vajza e gjeti veten të ulur së bashku me vogëlush të tjerë që ishin fëmijët e familjes, të cilët banonin atje, rreth një tavoline të mrekullueshme që ishte plot me ushqime të shijshme. Goja i lëshoi lëng dhe ishte gati të merrte pirunin, kur shkrepsja e dytë u fik dhe nuk ishte mbetur gjë tjetër veç se një shkop i djegur. Vogëlushja ndezi një shkrepse të tretë dhe u gjend pranë pemës së vitit të ri plot drita, por një vrum dullere akulli shoi flakën e shkrepses dhe dritat e pemës së vitit të ri u ngritën lart tek yjet. Tani dikush po vdes, mendoi vogëlushja duke parë një yll të vogël duke u ngjitur lart në qiell. Kishte dëgjuar gjyshen të thoshte se ndodh të ketë shi yjesh atëherë kur këta të fundit zbresin në tokë për të marrë shpirtrat e tyre që vdesin. Shkrepsja e katërt ndezi një dritë kaltëroshe, në qendër të së cilës ishte gjyshja e saj, që kishte kohë që ishte ndarë nga jeta. Gjyshja e dashur e shikonte ëmbëlsisht dhe nuk ishte më atë pamjen e ftohtë dhe të lodhur që kishte pasur kur ishte ndarë nga jeta, përkundërazi, dukej e bukur dhe e qeshur. Gjyshe, tha vogëlushja, më merr me vete, mos më lër këtu, se po vdes nga i ftohti. Gjyshja e mori vogëlushën në krah dhe u ngjit në qiell me të.
atje nuk do të kishte më ftohtë dhe nuk do të vuante më. Në agim, ata që kishin festuar jashtë dhe ktheheshin në shtëpitë e tyre, gjetën trupin e shitëse së vogël të shkrepseve, që kishte ndërruar jetë nga të ftohtët. Fytyra e saj e pafajshme gjithnur shfaqte një lumturi që askush nuk e kuptonte, sepse askush nuk i kishte parë ato që kishte parë vetëm ajo në dritën e zbetë të shkrepses, dhe askush nuk e meritonte atë sekret. Kjo përrall përfundon këtu. Uroj t'ju ketë pëlqyer dhe pse me një fund të trishtueshëm, themi se përrallat shërbejnë për të na kujtuar se si fëmijët ëndërrojnë dhe në momentet e tyre më të vështira. Takohemi në përrallën e ardhshme.